Të dashur shikues, këtë fundjavë po e fillojmë me një bisedë në studio, ku do të flasim shumë çka bashkë me Adia Grezën, e cila sot na ka zbukuruar studion, si gjithmonë. Mirë se erdhe, dashur, shumë kënaqësi. Faleminderit, mirë se ju gjeta, kënaqësi me ardhur, po më duket të shtera e tre që vinë këtë studio, një ngrohtësi shumë e mirë prej anës tonde, por edhe për pjesës mrapa të krejt organizimit, regjisë që organizojnë këtë emision shumë të mirë. Këtë herë, fatmirësisht, do të flasim më shumë për Adien, për shkak që herave tjera kemi shtjellu tema nga më të ndryshme, ke jap këndvështrime krejtësisht tjera, kështu sot do të flasim shumë çka për jetën e Adies përgjithësi, të kthejmë pak prapa në kohë, tek fëmijëria e bukur, tek ëndrat e fëmijërisë, e deri tek aktivitetet dhe obligimet e sotme. Po, kënaqësi me folë edhe për këtë pjesë, nuk është që ma herët kom shtjellu pjesën e fëminisë tame edhe me i rikujtu, po besoj se edhe para se marrë në emision më kujtu, thash çka është diçka ma interesant që më ka ndodhur fëmini, po besoj që ajo nostalgjia kolektive, gjeneratës tonë, millennial është paka shumë vitet e 90-ta, që kemi dalë me lujtë në përobore, dhe s'ka qenë teknologjia shumë avancume, kështu që ka qenë një moment shumë i mirë për gjithë. Një prej momenteve më të bukura që tu kanë kujtu kërë kemi menduar pjesën e fëmijërisë, ka qenë edhe kjo pjesa e lojrave e shoqërisë që fatkeqësisht rrallë shohim sot, apo jo? Po, përmenda edhe ma herët është shumë e rrallë tashmë me dalë në përobore me lujtë, bile kom pa që fëmijët mon nuk kanë parë që kanë pasë edhe ma herët në për banesat e tyre pranë. Krejt që ka mundën me bu është me shku me ndonjë park, apo në Gërmi, apo të parku i qytetit, dhe në përgjithësi kështu në Kosovë, besoj që kam parë që tjera, sepse fatkeqësisht nuk ka mu, po është diçka e mire, kemi përjetu këto, kur vitet e 90-ta, tash nese, unë e kom lind vitin 1995, pak ato fundet e vitit kanë qenë në shtakoa e luftës, po i mbaj mendë dhe Paka shumë kujtohen, më kujtohen, edhe fillimi viteve 2000 se sa ka qenë kjo me dalë, me shoqëni, me lujtë, lojrat ndryshme fizike, tash fatkeqësisht kjo edhe ka humbë se po e shohim që krejt po avancon të kjo pjesa e teknologjisë edhe shumë fëmijë po ma shumë po merren me telefona, po luajnë lojrat ndryshme, bile dhe kanë hapur rrjete sociale që nuk po mduket diçka dhe shumë e mirë, normal që mirë kish me qenë me pas një moshë saktuar dhe prind kushdo që vendos që fëmijët e tyre me pas një telefon mirë kish me qenë dikur 12 apo 13 vjetë, kur edhe hynë, po besoj në atë moshën pak ma atritën edhe e din se qka po bojnë. Pra Adien, se cila fazë e jetës ka pas në periudat ndryshme edhe të shtetit tonë se si e zhvillu. Je lind edhe je rritur në Kosovë, apo jo? Po, në Prishtinë. Prishtina like. Po kështë me prijade prej Gjakovës edhe atë frymën e familjes normal që e kom prej Gjakovës edhe më ka ra shumë në përpushime si dimrore dhe verore me shku në Gjakovë dhe me pa, po fatkeqësisht edhe qyteti Gjakovës ka ndru paka shumë prej viteve kur jem rritë dhe one, ndoshta papunësia e madhe ka bo që pak me u dembelu si qytet, po si do qofte kanë atë frymën, kulturën e mirë, njerë shumë pozitive dhe kur do që shkoj kaloj shumë mirë. Për aq sa e kujton Adia vetën si fëmijë, çfarë fëmije ka qenë? Ka qenë më e përkthjelur nga familja, ka qenë e lidhur edhe me këtë pjesën e të bukurës, të styling, të krejt këto pjesën që ka lidhen me modën, me të bukurën? Fatkeqësisht, më i me thonë, kom qenë një tip pak ma djaloshor, kështu kom qenë aspekt që kom reziku shumë, edhe që përmenda ma herët so lojra që kem organizu si fëmijë, për kom reziku në aspekt që ndoshta e kom shtin vetën në disa pika që nuk u dash si fëmijë, po si do qoftë jënë kaluse, po besoj që çdo njeri me moshë i kalon. Adia si fëmijë ka qenë e qetë, po e ka pas një botë vetën, jo shumë e kësaj botës që jam sot, botës bukurisë, kom qenë pak sa ma e thjeshtë dhe kom qenë gjithmonë ajo Adia që ka shiku një anë artistike, më i me tonë gjithmonë kam pëlqy filmat, ka pëlqy kjo bota e fotografisë, kështu që kom vazhdu edhe me këtë fush me u marë pak ma shumë. Pra si fëmijë krejti kemi ato ëndra se shka kemi me u bo kur të rritemi.
Ka pas ndonjë paramendim ndonjëherë Adeja përveç kësaj pjesës artistike që e përmendit ka pëlqy filmat, fotografia, pak a shumë e ke pas ndoshta qartë ekranin. Ke pas ndonjëherë si ëndër ta shohësh vetëm para ekranit? Të shiku edhe shumë filma, ka qenë pjesë, po fillim nuk e di pse gjithmonë ka pëlqy kjo ana hulumtuese, ndoshta edhe kjo më ka tërheq me u marrë me gazetari. Kur po flas për hulumtim, po flas te pjesa e kriminalistikës, nuk e di pse më ka pëlqy shumë, ka qenë një serial shumë i famshëm që kom shikuar edhe jam motivuar për me qenë pjesë e një lloj të policës, më me thon, apo detektivës, kështu që duke hulumtuar të shiku shumë filma, ma di thash, hajde, pëse s'po bona gazetare, po më pëlqen që kjo hulumtime më ka interesu ma shumë se qka boj njerës edhe qysh njerës të më thonë pozitiv, por edhe negativ se qysh e kaloj jetën e më ka tërheka jo pak ma shumë, po ka qenë pak sa më thonë koincidencë, nuk ka qenë kështu pri fillimit gazetaria, diçka që kom pas qef me u marë, drejgji ka qenë profesioni, me cilën kom fillu, por fatkesisht s'mujta me vazhdu edhe u lidha me gazetari, po besoj që ka qenë diçka e mirë për mu, sepse nuk është që më ka bo diçka kja që më ka bo shumë mirë, edhe ja kisha jap këshillë edhe krejtve, kush i pëlqen ekrani dhe i pëlqen njoftimi me njerëz, pse jo mu marrë me gazetari, edhe hulumtuese në këtë rast. Po prej si fëmijë, çka ke marrë me vete sot? Po besoj edhe këtë pjesën e qetësisë, gjithmonë kjo energjia pozitive, kjo qetësia jote ndoshta të ka përcjellë që prej fëmijë. Po besoj që ko marrë këtë pjesë, nuk e di si tip vetë, janë edhe në familje, më ka thonë gjithmonë pse je ka qeqeta, dhe nuk e di vetë si tip i njerit, po si do qoftë kjo është diçka e mirë, se të e marrë parasysh kohën edhe në vendin ku po jetojnë, po e dim që edhe në profesionin që kemi ndodhin shumë, më i me thonë, jo pa rregullsi, po diçka që nuk na duket ndoshta që mi nuk është shumë pozitive, po e shohim edhe shumë edhe situatën politike, në përgjithësi çka po ndodh Kosovë, po sidoqoftë nuk e dijem si të kështu i marrë gjithçka me qiltërsi, po besoj që kjo më ka mbet, po edhe rrezikoj shumë, nuk është jem tip pak ma i rrezikueshëm, po edhe kjo më ka mbet, ndoshta që tregova më herët fëminin që kom dalë, kom lujt në bar. Po gjithmonë familjet e ka një ide pak a shumë se ku ti orientojnë fëmijët e tyre në përzgjedhjen e profesionit në të ardhmen. Kam pas ndonjë ide për Adejen atë kohë, apo të kam përkra në udhëtimin të drejt gazetarisë? Po, gjithmonë kanë qenë për krahas në vendimet e mia, familjare është kështu si unë edhe si motra eme, sepse jemi vetëm 2 motra dhe na kanë përkra, nuk është që na kanë jap një imponim profesional se ku me u drejtu, po normal, një mendim personali tëre neve dhe si fëmijë na ka bo shumë mirë dhe na ka motivu për me vazhdu. Bile babi jem ka qenë motivi kryesor që ka thonë hajde Adeja vazhdo meru me gazetari, se unë fillova një fakultet tregjis, pastaj nuk u pranova më duket në atë kohë, edhe tash pse me humb një vit edhe mos me vazhdu me diçka, me pauzu, nuk ja vleke, kështu që vazhdova me gazetari, me komunikim masiv. E gjete vetën shpejt në gazetari, tregova që është një fush shumë e mirë për ata që dëshirojnë me njoftu njerëz, e ke zgjeru rrethin, në të njëjtën kohë ka ndihmu edhe jashta profesionit kjo pjesa e njohjes së njerëzve përgjithësi nga fusha e gazetarisë. Po shumë më ka ndihmu sepse po e dim që kur je një gazetar investigativ edhe hulumtues, po të njëjtën kohë gazetari cili del në terren, njofton shumë njerëz, normal që dush me shkru shumë njerëzve, të njëjtën kohë me komuniku, kështu që më ka ndihmu edhe që thojnë shqiptarët dikush del ndihmë për diçka të ardhmen, kështu që po ka pas shumë prej njerëzve që edhe i kom intervistu, po edhe më ka has në për evente ngjarje ndryshme me shku edhe me taku diçka pozitive ka qenë për të ardhmen, edhe hala mbetet, po është një lloj mendoj i profesionit tonë që nuk ndalemi, kur dojmë me njoftu njerëz edhe vazhdon kjo mendimi edhe procedura që ki qef edhe të ardhmen me njoftu njerëz ma shumë, kështu që më pëlqen kjo pjesë me qenë ma komunikative. Po ekrani, për herë të parë, para ekranit, ato emocionet, ndjenjat e përzjera, ana profesionale, dukja fizike janë kështu ndjenjat përzjera. Si e kujton
Po, është një ndjenjë, më me thonë, mix, se sa e mirë dhe sa e keqe, po besoj që gazetaria si profesion edhe kur e mësojnë në për fakultete, nuk është ajo si dukesh, po çka interpreton edhe çka flet. Normal, ka qenë stres i madh hera e parë një lidhje direkte, më duket ka qenë të pyllja e rinjve lidhja e me parë direkte, aty edhe ku kom prezentu, po ka qenë një stres shumë i madh, stresi, bile, kom pas një stres, mendojsha që kanë me dalë kafshë mrapa në këtë rast të rinjtë më edhe nuk e di pse keni kështu një frikë, jo ndjenje mirë, po si do qoftë kaluse, normal që herën e pa nuk mundesh me shiku vetën kamerë, ose kur del, masi që del vetë, do thu ku sa keq pas na dalë, po... E analiza më shumë, a? Po si do qoftë kaluse, gjithçka po besoj që kalon, kemi eksperjencat mira, të këqija, normal që gjithë ditë nuk mundesh me qeni mirë para kamerës, se varet dhe çfarë disponimi e ki, ndoshta të dikush ndikon edhe koha, të unë ndikon shumë koha kur është e keq, apo koha me shi, nuk është se koma disponimin ma të mirë, po si do qoftë, mësohështë, zë profesion mësohët. Përveç pjesës të rinjtë të ato sfidave që i përmende si hera parë, emocione, gjithçka tjetër, Adia ka qenë shumë produktive edhe pas kamerave, me rolet ndryshme, qoftë si producente, qoftë edhe me rolet tjera. Se cilja e ka atë vështirësinë e vetë, po se ka qenë më sfiduese për Adia? Po, është pak më sfiduese edhe organizimin e emisionit, po e dim se prej as deri në zhë dush më marrë me organizimin, normal, dush me i thirë musafir, pastaj me bo montajën e një emisionit, është pak sa ma e vështirë se pjesa e moderimit, po si do qofte kanë atë frymën e njëjtë, nuk është që i ikshëm pjesës e gazetarisë dhe pjesës e interpretimit, kështu që e kom bo me qef edhe atë punë, po normal që kjo pjesa e gazetarisë gjithmonë a lidhet edhe neve me qenë ma aktiv rrjete sociale dhe me i dit ato trendet e fundit, kështu që kjo qasja para kamerës më ka ndihmu shumë edhe me qasjen para shikuzve që i kom në rrjete sociale, si në TikTok, ashtu edhe në Instagram, është një sfidën vete dhe ajo për me realizu kontentin e duhur. Fillimisht ka ardhur gazetaria, media në përgjithësi për Adem, pastaj edhe kjo pjesa e rrjeteve sociale, ku ke fillu me qenë më aktive pas një kohe, me qenë më afër audiencës, ndoshta me tregu krejt çka të pyesin, qoftë rreth veshjes, rreth grimit, flokëve, çka do tjetër. Ka qenë kështu si spontane që ka ardhur, ndoshta vetëm duke postu diçka për qefin tënë, një fotografi të bukur. është pak edhe imponimi shoqënisë, po e shumë që kove të fundit normal, shumë vajza të reja, por edhe djemë postojnë shumë rrjete sociale, nuk do me thonë me qenë vetëm gazetar apo influencer me postu, mjafton me pas një telefon edhe mundesh me qenë artist i vetës tone, po ka qenë pak edhe normal, një kom pas dëshi një rikëthem të Adis pak ma ofër rrjeteve sociale, sepse një kohë nuk kom qenë shumë aktive, po edhe në atë kohë, po e dim para pandemis, TikTok nuk ka qenë ka qenë heq si aplikacion, pastaj me pandemin, pas pandemis ndodhi që gjithkush ish aktiv dhe tentova adone, po nuk është që pe gjej vetëm, po normal, TikTok është pak ma shumë me tregu një rutin të përdiqme tonë, po besoj që është e mirë, kjo një promovimi vetës me tregu, po njëtën ko, kjo promovimi TikTokut po ndoket edhe diçka personale. Nuk është që dikush po çdo kush mundet me bo këtë pjesë. Tashtë bëjmë një analizë edhe nga syri gazetarës, sa i përket rrjeteve sociale, influencerëve, marketingut që po bëhet, bashkëpunimet, gjithçka tjetër. Mundet me vrejt Adia kur është një bashkëpunim real dhe sa pranon bashkëpunime të tilla, ndoshta që pak a shumë ta imponojnë se çka me thonë Adia, ndoshta të mos jetë vetvetja. Po, është një imponim, sidomos kur kena bashkëpunime me disa brende, qoftë ushqimore, qoftë për veshja, apo diçka t'imponohen që me qenë ndoshta ftyre, diçka që nuk di shumë rahat, po kjo është ajo që ka na bën ndoshta edhe aktor, kjo pjesa e eksperiencës së mediumit apo gazetarisë që kemi kalu, që normal, nëse do me pas një bashkëpunim, dush paksa edhe me ju përshtat klientit, këtë rast kom pasur në bashkëpunimet shumë taku, ndoshta ajo që nuk jem di rahat, po s'kom qenë vetvetja, me ndonjë veshje, kom thonë, jo, po duk na
na ma e vjetër, ma e moshume, apo po dukna ma fëmijë se sa që jam. Kështu që e kemi këto peripeti që i kalojmë, po si do qoftë varet krejt prej llojit influencerës, a ka dëshirë me u kon vetvetja 100%, a ka dëshirë me bashkëpunu. Po në këtë rast nëse po besoj nëse do në me fitu financiarisht, normal që pak sa dush me dalje dhe prej vetës. Kështu që është edhe i ka ato edhe të mirat edhe të këqijat. Nuk je autentike me një fjallë. Sa jemi real edhe me parashitjen e jetës tonë, emocioneve tona në rrjetet sociale në përgjithësi. Gjithmonë postojmë fotografi apo video kur ndokemi më së miri, kur jemi të u kënaqur më shumëte, sa paraqitet realiteti shoqëror dhe si mundet me ndiku edhe tek gjeneratat më të reja që mund ta kenë një shembull model, një person që e shohin rrjetet sociale. Unë po mendoj që tregohet ana pozitive, po të njëjtën kohë ana reale, po vetëm se po dramatizohet pak më shumë, po besoj që për shkak të klikimeve që po dojnë me arrit, po duhet diçka shumë normale me u shëndru në diçka shumë të jashtëzakonshme. Këtë rast që përmena ma herët një rutinë e përditshme e një influencerës, po tregohet në ato editime që po i bojnë TikTok, po tregohet si diçka shumë me jashtëzakonshme, po është diçka e mirë. Në këtë rast mundem me thonë që është një artist, tash po e përmendim, u kujtu shumë i vjetër Amerikani, cili ka ndru jetë, Andy Warhol, ka thonë që ka më ardhë një moment një që shumë njerës, shumë të zakonshëm kanë me qenë të famshëm. Këtë rast teknologjia normal, po i bën njerës të famshëm, edhe po e shohim që ka shumë qifte, shumë familjare, edhe shumë njerës të zakonshëm vendin tonë që për një me po bojnë të famshëm për mes TikTokut, bile muj me thonë që në ma të famshëm se sa disa njerë që kanë eksperiencë televizive disa vjeqare. Kanë ndryshu konat, po besoj që ka ardhë kua mjë ja prasti edhe njerëzve muj me thonë thjesht që kanë një punë jo shumë para kamerave. Është diçka e mirë. Mendon që rrjetet sociale në të ardhmen e afërt kanë me ndiku ose penalizu në një formë median? Vese kanë fillu me penalizu edhe jënë hapë shumë mediume, shumë të mira, private, cilat po sjellin punë të mirë, po si do qoftë ka dhe shumë portale që tashmë dita ditës po avancohen ma shumë edhe klikimet i marrin vetëm përmes një shikimet në përmjet Facebookut, kështu që besoj që ka arrit ajo kohë, tash sidomos edhe inteligjenca artificiale e cila po i lejon edhe shumë video me u shëndru diçka që shëndrohet pak ma e madhe dhe po besoj që diçka e tillë nuk bëhet në televizion, kështu që kjo është bo fatkeqësisht diçka ma, moj me thonë, ma jo pozitive, po diçka jo shumë e mirë në vendin tonë, po ta shohim që ka po ndodhë mas disa vjete, a ka mu rikëthy prapë mënyra klasike e të promovuarit njerës, po s'po besoj, ta shve se kanë me fillu me u avancu edhe me vazhdu në etapa ma të mdoja. Po, gjithmonë kur jemi aktiv në rrjetet sociale, jemi më të prirë që të marrim komente, qoftë pozitive, qoftë negative. Si e sheh si dukuri tashmë dhe këtë pjesën e bullizimit kibernetik, komentet, paragjykimet, fyerje, ofendime? Po, ka shumë, tepër shumë ka në vendin tonë dhe nuk ndaljen ato komente, qoftë edhe prej një njerit ma thjesht, e limo dikush që për një me krijon kontent edhe bën diçka për me pa audienca, normal që ka me pas gjithmonë komente negative, po këto komentet negative, unë po besoj ma shumë që bojnë prej njerëz ata cilët po kanë koma të lirë, nuk është që e bojnë një profesion apo merren me punë e tëre personale, kështu që kanë kohë shumë të lirë dhe vazhdojnë me hap komente, po është e pritshme, krejt botën ndodh kjo, kështu që është normalizu tashmë edhe du të me marë si diçka normale. Unë është shumë normale, ma nuk është që kum pas do një eksperiencë shumë të madhe me do një koment ma negativ, po si do qoftë i marë kështu me qiltërsi. S'ka ndiku ndë njerë, asë në ato fillimet, qoftë para ekranit, qoftë në rrjetet sociale, nuk e pas do një ndikim nga ato. Po, e po atyre nuk kanë qenë kështu shumë të avancuar këto komentet negative, po më kujtohet, vetë se kur kom fillu edhe me gazetarin vitin 2019, nuk ka qenë avancuar për post Facebookut, Instagrami, nuk ka qenë edhe, moj me thonë, aqena, po se kam përdorë shumë njerës, kështu që me kalimin e viteve normal që është avancuar edhe kjo qasja e njerëzve, po nuk e di, është banalizu pak, moj me thonë, sepse në fillim e kemi parë rrjetet sociale, njerëz me zvet
veti kanë komentu, kanë hapë grupe ndryshme, kanë hapë nështë edhe faqe për me u solidarizu me njëri tjetrin për diçka caktuar, qoftë për sport, qoftë për make-up, për grem, apo edhe për veshje. Shohim kemi ato faqet manjak të grimit, manjak të fitnessit. Ajo ka qenë diçka e mirë, po tash po japin shumë komente negative, nuk e di pse është bërë trend me jap komente negative, apo ju duket që duhet me qenë i famshëm për me jap komente negative, s'po e kuptoj, po sidoqoftë po i ndjekim trendet si popull, qka do që bo diçka virale, hajde për bojmë edhe na, hajde për bojmë, kështu ashtu. Po gjenia femrore, sa jemi përkrahase për njëra tjetrën? Jemi bo këgja përkrahase, mu po më pëlqen kjo pjesë, sepse shohim kemi e përmenda edhe të faqe që kemi, unë e kom faqe në Facebook që jam join, kështu kanë thirë shumë vajza e gra për me u bo, për mu solidarizu me to, për shkak të profesioneve të ndryshme që i kanë, po besoj që është diçka shumë e mirë për vendin tonë me qenë gratë dhe me përkra njëra tjetër. Në gjithë e kemi pas normal si popull që kemi përkra, po tash edhe po e shprejmë përmes komenteve, përmes emisioneve, shohim që kemi emisione ndryshme në vendin tonë ku përkrajmë gra, kemi diskutime ndryshme për drejta, se qka du të me bo, qka du të me bo. është diçka e mirë, po është diçka që nuk do me thonë gjithmonë me bo publika, jo po dhije që du të mi përkra drejta tona si na, po edhe gjinia mashkullore, se tash kanë fillu edhe ata me lyp disa drejta, nuk e di cilat janë ato drejta, po janë bu pak sa ma prinsesha janë viteve të fundit. Si kur jemi tek gjinia femrore dhe mashkullore, u përmend në kjo pjesa e të drejtave, nëse sot del Adeja me një deklarat, çfarë do të qoftë, sa i përket kësaj pjesës së barazisë gjinore, gjithmonë fillon ato vërshimet e komenteve, apo jo, çfarë qëndrimi ka në përgjithësi rreth raportit të gjinisë femrore dhe mashkullore në vendin tonë? Qoftë një raport shoqëror, qoftë bashkëshortor, qoftë në punë, ekipisht, ato. Po, në këtë pjesën pak sa ma klasike, kom pas disa intervista ku i kom tregu edhe për këtë pjesën mendimin tem, po, për një me, normal, roli i gruas mbetet aty ku është, se janë disa përgjithësi që du të me imbaj, që ashtu edhe idealit, po të ana profesionale, normal, që të dy gjinit, du të me punu, sa ma shumë edhe me qenë sotët e vetit, po, s'po besoj që me ndonë dikush ma ndryshe për këtë aspekt, sepse nditë sodit po e dim sa profesione dhe ndryshme bojnë gjinia femrore dhe disa profesione cilat ndoshta një kohë nuk i kanë bo, tash i bojnë edhe muj me thonë që në të njëjtin nivel me gjinin mashkullore, kështu që është diçka shumë e mirë. Njohja me kultura ndryshme, vizita në vendet ndryshme, je më shumë të bregdetar tash që po vjen vera, apo malore këto? Po, jo, ma shumë jam bregdetar, që përmena dhe të pjesa që kom shumë mërzi kur është moti me shia, po moti i keq, shumë keq ndikon disponimin tam, kështu që e kom vreqëm të pak ma shumë i detit, i brigjeve bregdetare, se sa i malit. Dhe malin pëlqen zakonisht dalje dhe hiking, normal, është e mirë, diçka për shëndetin tonë, sa psiqik edhe fizik, po deti ka, nuk e di, tjep edhe një anë psiqike, shumë të mirë, sidomos me shiku detin e thu inspirohesh për diçka ma të mirë me bo njetë, kështu që është diçka e mirë ajo. Të marrë parasysh që jep shumë rëndësi dukjes, veshjes, udhëtimeve, je menaxhuese e mirë edhe financave? Jo, dhe asnjërisht. Ka që menaxhere e mirë në aspekte tjera. Po, fatkeqësisht jo, nuk e di, kemi pak edhe na si gjini femrore, atë sensin se kur shojmë diçka dojmë me pas me njerë në këtë rast, qoftë produktet grimit, qoftë të veshjeve, qoftë gjëra materiale, edhe në disodit po e shojmë sa e shpejt është kjo ana edhe prej online që po mundesh me përësit sa në ndryshme, kështu që aty nuk jem shumë menaxhuese e mi, nuk po moj me kursy fatkeqësisht. Si gjithë. Si gjithë, po. Si është një përditshmëri e Adejes sot, çka kemi të reja nga era fundi që jemi taku? Po,
ka diçka ma ndryshë se sa prej erës kalume, jam fokusu pak ma shumë të sporti, aty ku po vazhdoj me u marrë me një lloj të aktivitetit apo me crossfit, janë disa ushtrime pak ma ndryshë ma të avancume moj me thonë, sepse dush për një me mu përgadit shumë edhe me qenë pjesë ushtrimeve kur jenë mrena, janë intenzive 50 minuta ushtrime, ajo pak ka shumë po merë kohë kështu gjithë ditë, po njëtën kohë po realizoj video, po jap informacione për rrjetet sociale, prionës gazetarisë, tash më vese jëm rikëthy kështu, s'moj me thonë 100%, po 70% po realizoj video për një portal ku japim tema sociale, kemi pak ma shumë, tema psiqike, statistika ndryshme. është diçka e mirë edhe me mësu për vetje, po të njëjtën kohë dhe me të regu audiencës për statistika, si çka ndodh Kosovë, çka ndodh rajon, çka ndodh vende ndryshme të botës. Kish mujtë ndonjëherë për shkak që folim për pjesën e karakterit të Adeës, që është një person shumë i qetë, i qiltër, i pranon gjërat me shumë qetësim përgjithësi, do e sheh ndonjëherë vetën në një format si reality show, së mos viteve të fundit që ka ndiku shumë, ndoshta edhe pas daljes tek shumë personazhe, tek disa pozitivisht, po edhe tek disa negativisht. Si do e sheje vetën një format tillë? Po, ndoshta edhe të tra shumë para kamerave, çdo ditë të mësohet njëri dhe nëse të bën ndonjë ofertë apo edhe vetë se nuk i ka ati aktualiteti ishe çdo ditë, njerëz që hyjnë nëpër shtëpi tilla, kështu që ndoshta kish me mujt me qenë si opsion ndonjëherë, nuk është që nuk kisha mujt, po sidoqoftë nuk e kom provu, pa e provu, nuk e den, po është jo me hapun për bashkëpunime televizive. Faleminderit edhe për këtë raportin mes gjinisë femërore dhe mashkullore, tregove që një ndër tipare që duhet t'i ketë gjithsesi një partner ideal është edhe pjesa e mbështetjes reciproke profesionale. Ka arritur të gjej një person të tillë, Adea? Jo, për momentin jam të marrë ma shumë me vetën, jam beqare, nuk jam zgjënu në atë aspekt, ajo normal është diçka e pritshme që ndodhë gjithë njerës dhe po besoj që është një ndjenjë shumë e mirë, kështu që pritet me ndodhë, besoj. Si janë ato momentet që Adea reflekton me vetën? Janë ato kohët kur je në crossfit, apo ndonjë ecje, apo ndonjë udhëtim, kur i ke ato momente që reflekton dhe pak a shumë e krijon një lloj plani për jetën tënde? Po, ma shumë kjo ecja në natyrë, qëtën me mendu, sidomos kur jeme dëgjuse dhe jetë duke dëgju një muzik, diçka normal që e keme Siciliat anën tone, po edhe te pjesa kur qëndrën vetë në shtëpi, jetë duke mendu diçka një plan afagjat me jetën tonë dhe normal që e mendon se qka kështë mujtë me bo diçka ma ndryshe dhe ndoshta me vetë vetën i qëtë ato pikat cilat dush me i realizu njetë dhe vazhdojnë me ato, po si gjën njeri tjetër edhe one si Ade kom atë kone saktume, sidomos pas dite kur kthejem pi punës dhe i përfundoj krejt aktivitetet, mendoj, a moj me bo diçka ma shumë për të ardhmen, kështu që po. T'ka kriju edhe puna në televizion, sporti, në anën tjetër këtë pjesën e disiplinës theme, që je e sakt gjithmonë, apo ndoshta edhe vetë që e ke bo këtë rol në televizion, pak a shumë e din atë pjesën e saktësisë, orarit, je gjithmonë e sakt. Ndodh kështu edhe me shoqëria, apo ato shoqet ndoshta ka një mendim tjetër? Je një person që vonohesh? Po, jo, nuk e di gjithë kom qenë kështu e regull të mire për mende lërind kjo ana profesionale, paka shumë nga ka japë, ndoshta një regull njëtë dhe kur jemi si gazetar normal që kur konsultohemi me ndonjë musafir apo e lojmë një takim normalisht të duhemi me qenë në koha, jem ka ndimu paka shumë, po të kjo pjesa po e dim si gjini femrore gjithmonë vonohemi, sidomos kur dalim për qef apo shkojmë me ndonjë event apo hang bramje, me u do kësa ma bukur normal që hum pak. Po jo, nuk jem tip që vonohem kështu shumë, asë në shoqni, asë në anë profesional jem e sakt. Sakt. Vërmend edhe pjesën e eventeve, po shohim sidomos viteve të fundit, përveç Kosovës edhe në vendet afër në rajon Shqipëri apo kudo tjetër, organizimi i festivaleve të ndryshme, artistë mirënjohur, sa i pëlqen edhe këtë pjesën e festivaleve, jetës natës?
Po, më pëlqen shumë, sidomos tash edhe kohëve të fundit po e shohim sa shumë artista prej anën botës po vinë dhe është diçka shumë e mirë për vendin tonë, për Shqipërinë, për krejt vendet ballkanike që i shohim për rreth edhe po më duket diçka shumë e mirë se qysh një artist aq i madh mundet me ardhë vendin tonë edhe me pa prej afërti sepse ko më herët u dash me udhtue, u dash me rezervu një bilet pak ma të shtrejt edhe me shku me pa atë artist. Tash e kemi shumë afër të marrë parasysh edhe organizimin e shumë festivaleve të ndryshme cilat vinë si Sunny Hill apo e kemi Dokufestin edhe shumë festivale që për një me po sillen artist mirë, mos të ndalni dhe ne sa ma shumë po, më pëlqen shumë kjo organizime, më pëlqen normal jeta e natës. Njerëz të jemi, nëse se përjetojmë tash, kur kemi me përjetu? Pikërisht. E dashur të uroj një verë të bukur, një verë të mbar, me shumë udhëtime, shëndet mbi të gjitha. Faleminderit shumë që gjete kohë sot me qenë bashkë me ne. Po, faleminderit shumë edhe ty, edhe krejt stafit, që kënaqësi me rrëfy këtë anën teme, ma shumë të fëminisë, po edhe anën profesionale, po besoj që kemi me u pa edhe herën tjetër me shtjellu në një temë. Gjithsesi me shumë kënaqësi. Faleminderit shumë.